do vinin spiona gjithë botës dhe do ballafaqoheshin me një ushtri të nivelit lartë, një rregullësie. Ajo ka dy vlerat të veçanta Koçarja që duhet t'ja dim vlerat. Vlera e parë është Koçarja ka filluar si një front me ushtri klasike. Në luftari në front në Koçarës ka pas edhe pakete individuale kundërkimike, edhe pakete individuale shëndetësore, edhe helmet, edhe kondërgas, edhe çantë shpine, edhe gjitha pajisjet e tjera që i duheshin një luftari të kishte me vete. Çka nuk i kanë pas luftarët e tjerë Tuçekas. Kanë qenë privuar nga kjo mundësi. Kurse atyre ja u krijuam të gjitha mundësitë që t'i kenë këto. Pse? Sepse ishte një front që po krijonte një zonë që i vazhdimsi e përtek kufirit të Shqipërisë. Dhe këtu në këtë zonën e vazhdimësisë përtek kufirit të Shqipërisë do vinin ekspert NATO-s, do vinin ekspert Amerikan, do vinin diplomat gjithë botës, do vinin gazetar gjithë botës, do vinin spiona gjithë botës dhe do ballafaqoheshin me një ushtri të nivelit lartë, të një rregullësie interesante që po lufton dhe ne donim t'i tregonim që ne ushtria jonë është nivela. Nëse i kishin pa helmeta këta tjerë, pa kontragas. Më kupton apo? Po ne donim t'i tregonim atyre që jemi po e marrim veten, po bëhemi kështu. Kjo ishte njëra nga problemet pra që i dha më shumë jahon këtij fronti. Së dyti, ky front solli përballë gati 1/3 në forcave serbe në Kosovë. Po 1/3 e forcave serbe në Kosovë ishin rreth 30.000 trupa. Dhe 2.000 trupa shqiptare këtu të frontit Koçarës kishin përballë një forcë kolosale serbe përballë vetes. Domethënë thithja e gjithë këtyre forcave. Ja u lehtësoi punën fronteve të tjera nëpër Kosovë, në Drenicë, në Dugaqin, në Pashtrik, në Shal, në zonat tjera, në gjitha zonat e Kosovës.